gjë simbolike me hangër në tokën tonë, në trojet tona, si që kena bërë gjithmonë, tu kanë hangër të partë tonë, tu kanë punu e kanë jetu, edhe tu kena ardhë dhe në sot, me hangër i pak buk në tokë tonë. Jena këtu me ju të regu të tambe, se rjolli është i rjollorve. Ata munden me ndryshua emrin nga Blue Bark në Bugs Bay, mund t'i marrin të në fshatrat me rrallet i vend, Bay nga mrapa, po i ky historia i t'i vendit nuk ndryshon. Ta bojnë ndaqin Bugs Bay, ndaqin që do dhe emri t'i vend, se nuk do ketë shqiptar që do vinë me ble tokën rjoll, që do vinë me ble pronën rjoll me neve i to. E din çdo shqiptar që është toka jonë. Dhe kompania Gainer 2 mund t'i vend që do dhe emri që dojnë, po nuk ka me shit do pronat në tokën tonë. Ndaj ju baj shumë thirrjet, një thirrje shumë të madhe Gainer 2-shit, të tërhiqet nga kjo gjë që ashtu bë. Të tërhiqet nga kjo masakër që ashtu bë popullit shqiptar. E kuptojmë që kemi mbrapa mbështetjen e tonë qeverisë, të gjithë pushtetarëve, të partive politike, opozitare, qeveritare. Por të lutem zoti Bashkimulaj, je malsor, edhe bani herë si burrat malsor, hajde me rruvesh me malsor. Hajde me rruvesh se nuk mundesh me gëzu tokën teme. Tokën e djalit tem nuk e gëzon dot rahat kurkush. E tokën e djemve të në ty në nanave, që e kanë mati këtë tokë centimetër me centimetër me gishtat të mlidh shërbel. Ka lanë thojt të mlidh shërbel një të toka, nuk mundesh marrë me na marrë sot. As ti e as kusht tjetër. Kam thirrje shumë të madhe për çdo shqiptar që ka ba 2 lek me mune me dirës, mos i hidhnin pronat vidhuna. Mos i hidhin pronat vidhuna, se drejtësia ka me dalë, e keni mu marrë me pronarët e vërtet.